Kompania hungareze MOL mund të blejë një pjesë të aksioneve në industrinë e naftës së Serbisë, e cila është në pronësi rusa. Sipas shefit të kabinetit të kryeministrit Viktor Orban, bisedimet janë ende duke vazhduar. Serbia duhet të gjejë një blerës për industrinë e naftës së Serbisë, NIS, e cila është në sanksione amerikane për shkak të pronësisë ruse. Sanksionet amerikane kanë shkaktuar ndalimin e furnizimit me naftë të papërpunuar nga tubacioni kroat Janaf. Pak ditë më parë, presidenti serb Aleksandar Vučić paralajmëroi se NIS, si rafineria e vetme e naftës në Serbi, do të detyrohet të mbyllet këtë javë nëse zbatimi i sanksioneve nuk shtyhet. Rusia zotëron rreth 61% të aksioneve të NIS. Kryeministri Viktor Orban deklaroi pas takimit me presidentin serb se Hungaria me kënaqësi do të merrte rol në NIS-in e Serbisë, por se i takonte Serbisë të vendosë për të ardhmen e rafinerisë së saj. Orban tha se do të zhvillonte bisedime për të siguruar se Hungaria të merrte mjaftueshëm naftë dhe gaz rus, në mënyrë që t'i mundsonte edhe Beogradit që ta furnizojë me naftë të papërpunuar.